Partia Demokratike ka përmbyllur procesin zgjedhor brenda strukturave të saj. Flamur Noka është rikonfirmuar me 184 vota sekretari i përgjithshëm i PD-s, duke mposhtur me votat e antarëve të Këshillit Kombëtar, Sajmir Koreshin, i cili arriti të marrë vetëm 84 vota në total. Gare fort ishte edhe për pozicionin e nënkryetarit Partisë Demokratike, mes dy figurave të rëndësishme në Selim Blu, Belind Këlliçi dhe Luciano Boçi. Në këtë rivalitet ka triumfuar Belind Këlliçi me një diferencë prej 64 votash ndaj Boçit, ndërkohë dy nënkryetaret e rinj të zgjedhur janë edhe vlonjati Nikola Kedhi, i cili do të përfaqësojë të rinjt në këtë post, si dhe Erisa Bayaziti. Në total, Partia Demokratike do të ketë 5 nënkryetar, 3 të zgjedhur nga Këshilli Kombëtar dhe 2 të tjerë, Gazmend Bardhi dhe Agron Gjekmarkaj, të cilët nuk hynë në garë për shkak të pozicioneve të tyre. Bardhi, kryetari i grupit parlamentar, dhe Gjekmarkaj, nënkryetari i Kuvendit të Shqipërisë. Sa i përket garës së sekretariateve, Klevis Balliu është zgjedhur sekretar organizativ, Marash Logu sekretar për çështjet ligjore dhe zgjedhore, sekretar për të drejtat e njeriut Frans Nuri me 185 vota. Sekretariati për integrimin evropian do të drejtohet nga Fioralba Dizdari, e cila mposhti me 172 vota Silvia Hasajn. Andi Mustafaj u zgjodh në krye të sekretariatit për burimet njerëzore dhe Ylli Aslani, sekretar për pushtetin vendor. Ndërkaq, sekretar për të përndjekurit politik do të jetë Shkëlqim Lepenica, edhe ky nga Vlora. Këshilli Kombëtar edhe në këtë rast pasqyron qartë mesazhin kryesor të Kuvendit Kombëtar të Partisë Demokratike Shqiptare të 30 majit për ripërtëritjen dhe hapjen e Partisë Demokratike. Në mënyrë konkrete, për herë të parë në historinë e Partisë Demokratike, Këshilli Kombëtar zgjodhi si nënkryetar të partisë përfaqësues të rinjve nën moshën 35 vjeç dhe përfaqësues të diasporës. Të 3 nënkryetarët e zgjedhur të partisë janë për herë të parë pjesë e leadershipit. 13 nga 15 antarët e zgjedhur në sekretariatin e partisë janë për herë të parë pjesë e sekretariatit dhe kryesisë së Partisë Demokratike, duke reflektuar angazhimin për hapjen, qarkullimin elitar dhe promovimin e brezit të ri të drejtuesve.